Ushtrim 2 i mëngjesit. Balancimi i hormonave dhe kimikateve të qelizave në trupin tënd. Për këtë ushtrim, mbyllim sytë dhe fillojmë të marrim frymë thellë me undë dhe të nxjerrim me gojë. Dora e majtë është në zemër dhe dora e djathtë tek barku. Merr frymë thellë dhe liro. Merr frymë thellë dhe liro. Tani bëj kërkesën tënde. O krijuesi gjithçkaje. Kërkoj të bëhet balancimi i hormoneve dhe kimikateve në çdo qelizë të trupit tim. Tani, për të mirën time dhe të tjerëve. Kimikatet përfshin serotonin, dopanin e të tjera. Faleminderit. Dhe tani me sy të mbyllur, mund të imagjinosh veten tënde përpara dhe ta shikosh derisa terapia të përfundoj. Këtu, përdor intuitën tënde, e cila gjendet tek secili prej nesh. Nëse nuk arrin ta imagjinosh veten përpara, s'ka problem. Terapia ndodh gjithsesi. Gjatë këtij procesi mund të pyes dhe të dëgjosh një zë të brendshëm, intuitën që e kemi të gjithë. Për shembull, sa përqind është dopanini? Në qoftë se të thot 60%, ti qëndron derisa të shkojë 100%. Lëre veten të qetë dhe dëgjo përqindjen që të vjen natyrshëm. Kur të përfundosh, pyet: a është gjithçka në rregull? A është bërë terapia? Nëse merr një përgjigje pozitive, gjithçka është kryer me sukses. Nëse nuk dëgjon asgjë, mos u shqetëso. Gjithçka është në rregull. Beso tek vetja dhe mos e humb besimin. Përfitimet e ushtrimit. Ky ushtrim ndihmon në balancimin e hormoneve dhe kimikateve të trupit, pa përdorur metoda të tjera. Kujdes. Ushtrimi mund ta përdorësh për veten tënde ose për fëmijët e tu që janë adoleshentë, por vetëm me lejen e tyre. Nuk lejohet të ndrysh në energjinë e të tjerëve pa pëlqimin e tyre, edhe nëse janë fëmijët e tu, pasi çdo shpirt ka vullnetin e tij të lirë. Tani mund të vazhdosh me ushtrimin tjetër të ditës.